Përshëndetje shikues të televizionit Bojnë, mirë se ritakohemi në emisionin Intervist. Sot do të flasim për teatrin, artin dhe kulturën, pasionin dhe sfidat e kësaj fushë, një botë që kërkon përkushtim, kreativitet dhe shumë guxim. I ftuari ynë në emisionin Intervist është një emër i njohur në sferën e artit dhe kulturës, Zoti Idris Gjokaj. Mirë se erdhet në emisionin tonë, Zoti Idris. Përshëndetje për ju, për teleshikuesit tuaj, mirë se u gjeta, faleminderit për mundësinë. Atëherë, Zoti Idris, mund të na tregoni se si ka filluar rrugtimi juaj në regjinë e teatrit? Shiko, ajo ka një si thua background të hershëm, nuk është se unë këtë vendimin për të studiuar e kam marrë më një herë, ajo ka filluar me fëmijërinë time. Po unë jam i bindur jo vetëm me fëmijërinë time, po edhe me fëmijërinë e të tjerëve, këto gjeneratat që jemi rritur nga 80-90 e mbrapa, kështu që gradualisht me kalimin e kohës kam vendosur, edhe pse unë kam qenë në mosh, jo si thua në mosh kur kam filluar studimet, në moshën e studimeve, unë kam qenë fiks 30 vjeçar kur kam filluar studimet. Po ato i kam mbaruar në afatin kohor të përcaktuar nga ana e shkollës 3+2-shin, 3 vjeçarin bachelor, pastaj master +2, kështu që ka qenë një dëshirë, po përveç dëshirës edhe pasion, se unë jam marrë me, po them kështu, në mënyrë amatore me aktrimin, përmes shoqatës sonë, këtu Liria, edhe shoqatat e tjera që na kanë nxitur, edhe disa njerëz të cilët nuk rrojnë sot, që kanë qenë si thua që kemi parë me ato punët e tyre që kanë bërë atë pak regjie kështu që gjitha si thua që janë bërë bashkë, dhe në një moment kam vendosur që po tani është momenti dhe koha që përfundoj këtë profesion, po pa i lejuar vetës luksin që të kthem mrapa që të mos e përfundoj. E kisha vendosur që patjetër do e përfundoj. Çfarë ju ka motivuar më së shumti që ta zgjidhni pikërisht këtë fushë arti, duke qenë se jetoni edhe në një vend që nuk është praktikuar shumë si fushë? Shiko, ajo është, si thua, një gamë gjëre kësaj e profesionit, domethënë kur lidhen të gjitha këto është pak, nuk është se është edhe aq si thua rrjedhvaj, po ka pasur sfida të mëdha kjo, ka pasur kjo periudhë kohore, kështu që kur ekziston dëshira, kjo është më e mira, edhe domethënë çfarëdo lloj sfidash që ti ke përballë nuk ka shans që të ndalosh, se e ke vendosur, kështu që definitive jemi këtu ku jemi sot me këtë background, si thuash. Se po të kthejmë pak në kohë në fakt, sepse edhe për çdo rrugtim apo për çdo lloj profesioni duhet edhe një shtys, domethënë sa të kanë mbështetur njerëzit e tu kur u ke folur për pasionin tënd mbi teatrin. Natyrisht, për çdo profesion duhet dikush që të nxit, që të përkrah, që nuk të lejon që ti të stepesh, domethënë pikësparit është familja, apo jo, të çdo person është familja, ata që të ndihmojnë, edhe ju them të drejtën, unë kam pasur fatin që të kem vëllezërit në krah, edhe më kanë ndihmuar ata, pastaj se shikoni, nuk është e njëjtë si kur studion dhe përfundon studimet të shtëpia si kur je jashtë, janë dy gjëra të ndryshme. Edhe do të thoja që këta që studiojnë jashtë janë 2 herë jetim gjatë kësaj periudhe, kurse këta që studiojnë të shtëpia e vetë janë vetëm 1 herë jetim. Po them këtë se të duket vetja kështu, pavarësisht se je në shtetin mëm, në Shqipërinë tënde, prapë nuk jete familja, nuk jete kjo, dhe edhe kjo ka të koston e vetë, edhe kjo pjesë, kështu që pa pasur mbështetjen e dikujt, s'ke shans që të arrish. Unë përveç këtyre që thash, familjes e shtu, kam pasur edhe ndihmën e diasporës sonë në atë kohë më kujtohet, edhe jo vetëm që më kujtohet, po kam edhe sot kësaj dite ato letrat, falënderimet, ato
mundësit që na i kanë dhënë ata, domethënë përkrahjen materiale e kështu. Kështu që edhe të disa institucioneve të vendit këtu, kështu që ka qenë goxha sfiduese kjo, të them të drejtën. Mirë, a mund të na flisni tani pak për daljen tuaj të parë në skenë, se mbani mend pra në skenën e teatrit dhe me çfarë shfaqje jeni prezantuar? Shikoni, atje gjatë studimeve se domethënë je çdo ditë i angazhuar, qoftë me pedagogët, profesorët, qoftë me studentët, kolegët, qoftë me profesionistat me të cilët patjetër duhet të bashkëpunosh, edhe unë kam bashkëpunuar që në vit të parë me ta. Pastaj kjo, si thua, ka filluar të intensifikohet në vitin e dytë, vitin e tretë, kështu që tani edhe ndoshta nuk është rasti që ti përkujtoj gjitha shfaqjet që kam punuar me ta e që kam kështu, po kanë qenë disa bile janë edhe të filmuara. Kam punuar me aktorë si Benderhemi, si Adriana Tolka, Endiani, Kenci Fuga, profesorët e mi. Dhe mrapa kur kam përfunduar studimet, kam ardhur këtu, ajo ka qenë një periudhë shumë e bukur. Në 2012 kam punuar një shfaqje këtu në Tus me këto tonët. Ka qenë një, si thuash, një pjesë e jetës edhe një periudhë shkurtër, po që shumë produktive në sa i takon profesionit. Edhe më kujtohet që punuam Halit Gashin, të dramatizuar nga profesori im i nderuar Milto Kutali. E kemi punuar në 2012. Dhe në 2013 kemi punuar një shfaqje, një dramatizim të autorit romani Fadil Krajs, Britman i gruaje. Kjo ka qenë një shfaqje më vete. Unë jam i bindur që mund të bëhet një emision sa i takon kësaj shfaqje edhe mund të flitet për të, domethënë, emision më vete. Po thjesht po i kujtoj kështu. Dhe në 2014 kam punuar në Teatrin Kombëtar të Malizi në këtë CNP, në Podgoricë, Allegretto Albania të profesorit tim të nderuar Stefan Çapaliku. Ajo është shfaqur jo vetëm tek ne, është përkthyer në disa gjuhë, është shfaqur në disa vende, po fillimisht është shfaqur në Shqipëri në Teatrin Kombëtar të Shqiptar. Dhe më pas më duket në mos gaboj në Rumani, por nuk është se jam i sigur për këtë, dhe pastaj kam shfaqur këtu në 2014 në Podgoricë. Edhe ajo është një periudhë më vete, se për shembull të bashkëpunosh me një Mirko Vlahović, që është një ndër aktorët, mund të them 2-3 aktorët më të mirë që i ka shteti Malizi, nuk është edhe që e kovajt. Kështu që unë si një regjisor i ri në atë kohë, më kujtohet që kam pasur mbështetjen e tyre, kanë qenë shumë të mirë, edhe gjithë Mirko, Slavko Kalezić e tjerë, Gordana Marković, kanë qenë të jashtëzakonshëm, kanë qenë shumë kështu, domethënë, ideja është se ishin të jep atë mundësinë edhe qasin që ti mund të komunikosh lirshëm edhe si thua të jep një dorë që hajde ta shohim nëse bëhet kështu ose bëhet pak më ndryshe. Domethënë shumë kam ngritur shumë i kënaqur edhe në atë pjesë. Të kthehemi edhe një herë tek shfaqja Britmen një grye, sepse më bëri përshtypje, ju folet me shumë dashuri për këtë skenë, mund të na tregoni edhe se si u prit nga publiku kjo shfaqje. A kishte një jehon të madhe në vendin tonë? Po, absolutisht ka pasur, si thua, te shfaqja e parë, te Halit Gashi e di që ka qenë një, si thua, një stepje apo si një ngurrim që erdhi ky, kush është ky. Më kujtohet se më kanë ardhur disa zëra, madje një personalitet, madje i vendit tonë ai është shkrimtar, dhe më kujtohet që ma tha kështu troç, vetëm kur e kishte parë në televizionin tuaj në TV Bojnë, të nesërmen, pas një periudhë të caktuar kohore, dhe më tha Idris, shumërime,
unë të kam paragjykuar, kam menduar, erdhi, ky shumë mirë, po kur e pash të bojnë, po flas për shfaqjen e parë, Halit Gashi, që patëm dramatizuar të këngën me profesorin. Kështu që të kjo shfaqje, të më thënë, ka pasur një stepje se akoma njerëzit nuk ishin, edhe ishte ajo, dhe më thënë, kontingenti i regjisorëve të vjetër, mund të quaj lirisht regjisor pavarësisht se ata nuk kanë pasur se thua shkollën e mbaruar, po kanë qenë shumë të mirë, shumë të mirë. Indieri Gjergjonaj, pas drejte të tjerë, kanë qenë të mirë, mësën kanë bashkëpunuar me ta dhe para se të ashtu, shumë mirë. Dhe ishte ky kontingent që, dhe më thënë, ishte si një, po flasë për atë periullë edhe kohore dhe për ndjeshmërit e mia, për si tuash për atë çfarë kam ndier unë në atë periullë, ndoshta qofsha i gabuar tonë Tiranë, ndoshta gaboj unë, po edhe më kujtohet se nuk ishte hera e parë, edhe shumë zor ishte këto të rinjt kanë qenë këto në të shkollës, përveç Zenel Omeri Gjokaj, dhe në një tjetër se gjithë tri tjerë. Edhe më kujtohet vitin tjetër 2013, kur bëm këtë Britma një gruaje të Fadilit, dramatizimin e romanit, kjo më kujtohet ka qenë një bum, e kemi shfaqur 3 herë, më duket, 3 herë e kemi shfaqur dhe ka qenë salla plot, po kur punës i rri afër edhe kur bën punën si duhet, patjetër se do të vire shprytet. Dikush mendon, por çfarë s'ka lidhje ai atje për shembull spektatori, ka lidhje se këto janë si thua si një ingranazh të lidhura njëra me hallkat e zinxhirëve të lidhura njëra me tjetrën. Nuk është se ti po e shef ai atje punon apo s'punon. E shef edhe ai se kur bi ta shoh shfaqjen, do ta shikoj patjetër a ke punuar, s'ke punuar. Edhe më kujtohet, kanë qenë të jashtëzakonshëm ato 3 herë që kemi shfaqur, të gjithë kanë qenë të jashtëzakonshëm, që me të cilët kam bashkëpunuar, çdo njëri më mirë se tjetri, ka pasur momente të veçanta edhe gjatë provave, kur shfaqnin provat, ka pasur, si thua, e ndjeja që e kanë me dëshirë, e kanë me pasion edhe po e bëjnë me gjithë, domethënë mundoheshin që të përfshiheshin brenda personazheve dhe roleve që kanë pasur. Që të drejtën, ato 3 shfaqje, ato 3 herë që kemi shfaqur këtë Britma një gruaje, salla ka qenë plot, nuk s'ka pasur vend për të ulur dhe më kujtohet që njerëzit nuk kanë pasur vend edhe në këmbë, domethënë qëndronin dhe kanë pas shfaqjen. Kështu që ajo periull ka qenë shumë e mirë edhe kisha dashur që sërish të kem këtë ndjesi që kur është në pyetje teatri, të kem sërish këtë tip dashzoti do ta kem. Urojmë gjithashtu. A mund të na flisni pak edhe për sfidat dhe vështirësitë që keni të i kaluar deri tani në këtë rrugtim tuaj? Në atë periull kohore. Shiko, gjatë provave, për shembull, ka pasur raste se kështu është se kur dikush e ka dëshirë e pasion, patjetër që nuk vëhet në dyshim kjo, mirë po ekziston një diçka tjetër, se ky që ka dëshirë dhe pasion, këtë ka dëshirë dhe përveç dëshirët ka dhe punë të hallet e veta, të shtëpisë, ka familjen e vet. Edhe ka pasur vështirësi goxha të mëdha këtu, domethënë me dikush vinte, dikush s'vinte, dikush kishte një punë të vetën, dikush kishte ato domethënë punë të shtëpisë e kështu që ka pasur vështirësi, po ajo pjesa më e rëndësishme ose qendrore e kësaj periudhe ishte se futeshin me gjithë dëshirët vetë. Kupton, nuk domethënë kur ishin aty, nuk është se kishin ndonjë dilemë ta bëj apo mos ta bëj, kishin me dëshirë, kishin. Edhe më kujtohet se
shumë heri kthesha mrapa, se nuk është se ti e kap si aktor me herën e parë dhe e bën mirë. Jo, më kujtohet që i kam kthyer mbrapa disa herë. Nuk është kështu, po e kështu, është e kështu. Po sikur ta provojmë ta bëjmë në një mënyrë tjetër na kështu. Edhe absolutisht kanë qenë gjithë si thua unison. Çdo njeri ka qenë në po s'ka problem, ja kthejmë, bëjmë edhe një herë dhe dy herë. Edhe këto emocionet e këtyre, këta i quajnë në film, i quajnë dublim, mirë po në prova është tonat në teatr nuk mund të quhet ashtu, po e veçanta është se për shembull se ju kalova pak shkurtimisht, po me qenë se e përmenda filmin. Në film për shembull kthehet sa herë të duash, edhe bëhet siç e do regjisori, po në teatr e bën gjatë provave, po në momentin që shfaqesh para spektatorit harroje, nuk kthehet më, kështu që kjo është dallimi mes filmit edhe teatrit. Ndërsa në ditët e sotme, është e vështirë që të ndërtohet një karrierë në regjinë e teatrit dhe të filmit gjithashtu? Shiko, ka aktor të cilët janë vetëm për teatr dhe ka aktor të cilët janë vetëm për film. Jo se bëjnë shkolla të ndryshme, bëjnë të njëjtën shkollë. Mirë po dikush e ka këtë, po e quaj, se luhet me imazhin, edhe te mikromimika, edhe disa aktor kanë qenë të suksesshëm teatr, po në film jo dhe aq, ka sa të duash për shembull në Shqipëri, që e di unë. Ndoshta nuk është e rasti që të përmenden emra, po dhe në anën tjetër ka shumë aktorë të cilët janë të mirë në film, po jo në teatr. Dhe shkaku i kësaj është se për shembull në teatr duhet dëgjoj edhe ai që është në radhën e parë, edhe ai që është në radhën e fundit, të dëgjojnë njësoj. Edhe këtu me këtë vokabularin tonë quhet të hedhësh zërin, jo ta bërtasësh. Dhe ta hedhësh zërin në teatr dhe ta hedhësh zërin në film janë dy gjëra të ndryshme, kështu që ky është dallimi që do të thoja unë që si thua esencial i kësaj, domethënë teatrin dhe filmin. Pastaj është edhe çështja e imazhit, dikush e ka imazhin për filmin, për kamerën, dikush nuk e ka vetëm për teatrin. Po ka qenë një aktor i madh francez. Ai ka filluar në teatr, ka pasur disa role në teatr, pastaj është kthyer, ka vazhduar në film dhe në fund të karrierës është kthyer sërish, ka thënë ndua aty ku kam filluar në teatr, kështu. Kështu që në qoftë se u referohemi aktorëve në përgjithësi kanë dëshira e tyre është teatri. Natyrisht edhe filmin e kanë pasion, po teatri ju dhuron më shumë emocione. Po edhe sot po ta intervistosh për shembull ose të kesh shpatin të rish me Robert Ndrenikën, ai thot ja, më dhuron teatri, më dhuron emocione dhe asnjëherë filmi si teatri. Çfarë ju ka mësuar më së shumti puna praktike në raport me teorinë? Shiko, ka një shprehje të bukur në Shqipëri, thonë nga e thëna në të bërë është një mal ose një det i tërë. Dhe kjo është, të thuash po shumë mirë, kështu të thuash po kur i futesh në teorisë, po në momentin që futesh në praktik janë dy gjëra të ndryshme. Kështu që edhe ju vetë dini atë që ka një dallim thelbësor teoria dhe praktika. Në teori e mësone kështu mirë, por në praktik po se praktikove rrezikon ta humbasësh atë. Kështu që unë them që asnjë dyshim se teoria është e mirë, po praktika ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme në krahasim me teorinë, jo vetëm në fushën tonë, por në të gjitha fushat. Kështu që
Ata kanë një shprehje practice, thonë, në gjuhën angleze, practice. Edhe kur flet gjuhën sa më shumë practice, aq më mirë ashtu, e përvetëson. A ka ndryshuar filmi sipas teje dhe regjia e teatrit ndër vite? Pra si ka qenë përpara dhe si është tani? Çfarë ndryshimesh mund të vehen re? Po, nëse flasim për ndryshimet, ka një, domethënë, se përmenda edhe pak më herët, ka një ndryshim substancial, se filmi mund të shkoj gjatë kohë që, si që thamë më herët, bën ato dublet, përsëritet, pritet momenti, çasti, për shembull, ke një skenë ku të duhet shi, ku të duhet mjergull, ku të duhet, të di unë, kohë zymt, edhe ti duhet presësh, edhe ti duhet kesh kështu. Edhe ka një dallim kjo, për shembull. Më kujtohet një kolegu im Tiran, shok që ka mbaruar për regji filmi, ka pritur një 2-3 muaj në atë kohë, kur studionim, kishte një etyd me i duaj mjergulla, edhe ka pritur një 2-3 muaj që domethënë ngjit në malin e Dajtit atje dhe bëri atë etydin, po i pati dalë shumë mirë, kështu që ky është dallimi në mes të teatrit edhe punës me filmin. Si ka ndryshuar filmi dhe teatri ndër vite, pra është modernizuar sadopak apo ka mbetur i njëjtë? Ka ndryshuar, është e vërtet që ka ndryshuar. Dhe fatkeqësisht filmi sot është bërë komercial. Edhe jo dini që në momentin që komercializohen gjërat nuk ka dhe aq shumë cilësi. Edhe po flasim për Shqipërinë, tashti në Shqipëri aktualisht janë njerëz merren me filmin, jo të gjithë, që s'kan lidhje me filmin, po që kanë kuptuar se mund të përfitohet edhe kështu. Kështu që janë bërë disa filma që kanë pasur kështu, si thua, kanë pasur bujë. Edhe ka pasur, për shembull, një film i Drilon Hoxhës, Fall 2, i ka pasur diku te 60.000 bileta të shitura. E kuptoni? Dhe qendra e filmit, qendra kombëtare e kinematografisë quhet kështu, po qendra e filmit e quhen në Shqipëri, ka bërë filma të cilët produksioni nuk është se ka qenë edhe aq i angazhuar për të arritur cilësinë. Domethënë ka humbur në cilësi, po ka fituar në komercialitet që e përmendëm më herët. Dhe se njerëzit cilët kanë punuar e kanë ditë që i kanë ato të ardhurat sigurta. Dhe çka ka ndodhur këtu? Këtu ka ndodhur një gjë që njerëzit janë angazhuar privat dhe kanë punuar, unë kam shumë shok që punojnë privat filmat, dhe këta filma kanë dalë shumë më cilësor se sa këto të qendrës filmit. Dhe ne kemi pasur një film vitin e kaluar, më duket që erdhi këto në kuadër të dashurisë, apo jo, me Luiz Erdhin, me Çim Xhepën e me shumë. Dhe unë e kam parë atë filmet, që them të drejtën, nuk është se kam parë diçka të veçantë. Pra, ky komercialitet, për fatin e keq, e ka zbritur filmin, dhe ajo që e thamë në fillim, ka ndryshuar mënyra e punës. Se për shembull, ato filmat që kanë qenë në kohën e realizmit socialist, ato s'ban më. Më kujton, një ndër profesorët më kujtohet Indjerja Ndon Qesari, më thoshte, Ojdri s'bëjnë vetëm një film. Vetëm një ta bëjnë siç e kemi bërë në kohën tonë. Atë se bëjnë. Kështu që ka ndryshuar, mirëpo ka njerëz të cilët punojnë, për shembull. Për shembull, më ndjes pas Gjergj Xhuvani pati punuar një film shumë të mirë. Pastaj ka pasur edhe të tjerë, ky Budina ka punuar filme. Spartak Pecani, kanë punuar filma goxha të mirë, po nëse bëjmë krahasimin mes asaj që janë punuar dikur dhe kësaj sot, nuk ka dallim.
Prandaj thash që ka ndryshuar cilësia, ka ndryshuar. Mirë po, me sa duket du tashka që të punosh në hap me kohën, edhe t'jesh në hap me kohën, pavarësisht se ndryshon cilësia, është ky komercialiteti që njerëzit fitojnë lekë dhe o burra, të bëjmë film. Me që jemi edhe tek hapi i kohës, si që përmendët ju, si ka ndikuar platforma digjitale në mënyrën e krijimit dhe shpërndarjes së artit dhe të filmit? Shiko, kjo është një, po flasë për teatrin. Të më thënë, jo vetëm për teatrin, por për gjitha zhanret të cilat kanë lidhje me skenën. Për fatin e keq, ky digitalizim i ka bërë njerëzit pasiv, në kuptimin që rri aty të shtëpia, hap atë që ka Netflixin e këto e kështu, dhe edhe shikon filmat, shikon çfarë doj ai. Dhe tani unë se di nëse mund djalem fajin vetëm kësaj, apo njerëzit janë indiferent nga teatri, nga skena në përgjithësi, kështu nuk e di, po aktualisht themi se këto qofshin rrjetet sociale, qofshin celularët, qofshin TV-t e kështu, i kanë bërë njerëzit pak më edhe më e keqja është se këta që merren me skenën duhet të luftojnë njerëz zakonisht shumë, se kanë një konkurrencë shumë të vështirë dhe po e quaj kështu, ndoshta të keqe në kuptimin të keqe që s'të lejon që të marrësh edhe ti pak audiencë, pra të ik audienca, edhe mënyra se si ta kthesh mbrapa audiencën duhet të jetë një, si thua, të ulesh edhe ta shikosh, dhe për mendimin tim gjëja kryesore që mund bëhet është të bësh cilësore, vepra, shfaqje cilësore, çdo gjë që bën në skenë, ta bësh cilësore që të tërheqësh njerëzit. Atëherë, ju prej vitesh punoni edhe në sektorin e artit dhe të kulturës, pra duke qenë se keni eksperiencë në këtë fushë, mendoni se arti dhe kultura e përmirësojnë zhvillimin e shoqërisë? Absolutisht, nuk diskutohet. Absolutisht. Është një autor amerikan. Është ka këtë origjinën Chuck Pukahinski. Ka origjinën nga këto, domethënë, një nga prindrit e ka nga këto vendet e bllokut lindor që kanë qenë, edhe është një romancier i jashtëzakonshëm ai. Janë bërë shumë filma me romanet e tij. Edhe ky Chuck i nderuar thotë që arti kur nuk ka lindur nga lumturia, thotë ai. Nuk është se njerëzit kanë qenë të lumtur e kanë bërë art. Kanë qenë në hall edhe kanë bërë art. Kështu që edhe ne na duhet qoftë edhe këto shqetësimet që i kemi, ditoret tona t'i kthejmë dhe t'i ndryshojmë në art. Tani, se sa ne ja arrisim t'a bëjmë këtë, është për të diskutuar, po shoqëria jonë ka shumë nevojë për artin dhe kulturën. Ne, fatkeqësisht, nuk është se jemi në nivelin ku duhet dhe ku duhet të jemi. Kështu që unë apeloj, nuk e di, të gjitha organet, të gjithë njerëzit, të institucionet, të gjitha që mundësisht të luftojmë pak më shumë, të bëjmë një art, si thua, cilësor që mund ta përballoj tregun që ka sot, që kërkon sot audienca. Dhe qoftë këtu të ne në Malësi, qoftë edhe më gjerë, po sidomos të ne, është një nevojë imediate që kërkon të bëhet diçka dhe që se nuk mjafton vetëm të promovosh artin, domethënë nuk mjafton që ti vetëm të sjellësh art dhe kulturë dhe shfaqje të ndryshme, ngjarje, evente të ndryshme nga jashtë. Ideja është që ti të prodhosh. Dhe sa prodhojmë ne art, kjo është pastaj një
kjo është një temë më vete dhe një emision më vete. Me që jemi pikërisht të kjo përgjigje, unë do të lidhja me këtë. Si shihni ju të rinjt, interesin e të rinjve në përfshirjen e artit? A janë ata kërkues të rinjt e vendit tonë po flas? Po ne folëm pak më herët për pikërisht për këto rrjetet sociale dhe nuk e di se cila do t'ishte strategjia që t'i afrojnë të rinjt pak më shumë në ndoshta këto projektet ndërkombëtare që janë aktualisht, ndoshta këto janë të vetmet që ne mund të arrijmë të bëjmë diçka me të rinjt dhe të rejat. Se po bëj një krahasim kështu. Për shembull, kur ne kemi këto shfaqjet, po këto gjërat, eventet këtu në qendër, në Tus, nuk është se ka audiencë dhe po të shkosh në atë periudhë kohore, ose domethënë në atë një orë sa mban ajo, nëpër kafet tona janë plot. Edhe kryesisht janë me të rinj dhe të reja. Dhe pastaj shtrohet pyetja se kush e ka fajin këtu për këtë, domethënë. Nuk mund të brenda për shembull një periudhë kohore prej një muaji, që po themi një muaj ose më shumë, të ndash një orë për teatrin, për skenën, për hutadiun të shosh po çdo ditë në kafe. Është një orë kjo. Dhe fatkeqësisht të rinjt dhe të rejat nuk po them se kanë fajin ata. Ndoshta kemi fajin edhe ne, pak që jemi në mosha e dytë, ose edhe e treta që nuk kemi ditë që si ti çojmë ti kanalizojmë aty ku duhet, ti çojmë drejt asaj që duhet, ose ndoshta edhe vetë edukimi shkollor e kërkon këta. Se për shembull ne në Perëndim kemi shkollat që fillojnë nga klasa e parë, madje që nga kopshti, në kopsht, pastaj klasa e parë. Edhe vazhdojnë me këto, ndërkohë që ne nuk i kemi këto. Kjo është ndoshta është edhe kjo, por nuk është se po them që është kështu, po ndoshta. Kuptoj. Tani të flasim pak edhe për të ardhmen tuaj, pra për karrierën tuaj, si e shihni të ardhmen në fushën tuaj? A keni diçka konkrete? Po, t'ju them të drejtën, kam në plan disa shfaqje teatrale, edhe po përgatitem për to, dhe dua të konkuroj, se ku do ta shohim tash, nuk është se duhet ta shfaqim edhe publikisht, po gjithsesi do të konkuroj edhe se unë e kam thënë gjithmonë në intervistat në televizionin tuaj, kryesisht edhe në tjerat, po kryesisht në televizionin tuaj, që nuk është vetë se kam vetëm profesion, unë e kam edhe pasion, profesionin tim, edhe kam shumë dëshirë të bëj punë, si tu është të ngelet, po them kështu të ngelet emri, se ka bërë dikush diçka, ka pas përfunduar një shkollë dhe jo vetëm ka përfunduar shkollën dhe kaq ka ashtu, po ka vazhduar të punoj dhe kam dëshirë të punoj, kam dëshirë që të bëj për vendin tim, për Malsin më shumë. Po në një farë mënyrë do doja që edhe vendi mundësisht ta gjej mënyrën që këto janë të ndërlidhura, domethënë, është si thua marrëdhënie korrelative e ndërsjellë, ti jep diçka kështu. Jo vetëm një anë për shembull. Mund të na flisni pak edhe për filmin e fundit që është shfaqur Nderi, si e vlerësoni ju regjinë e këtij filmi? Shiko, fillimisht unë nuk e kam parë filmin akoma. Ajo është shfaqur premiera para një muaji parafërsisht diçka e tillë, se kam parë për fatin e keq, po patjetër duhet ta shikoj filmin edhe kur të ashtu, mund të flasim edhe për të një intervistë ashtu. Po, unë besoj që filmi është bërë mirë, përderisa është bërë nga një profesor si që është Nikola Vukčević në akademinë në Cetin, është profesor shumë i mirë, është edhe regjisor filmi shumë i mirë. Dhe unë dua të shtoj diçka shumë interesante, është, domethënë, Nderi që është domethënë kjo obra fytyra, po më mirë ndoshta është përkthehet tekstualisht, nëse përkthehet nuk e di ai hub vlera fytyra, po Nderi është një tregim që ka pas shkruar Zufdia Hoxhić
Bujaria Nurdokës. Dhe atë tregim e kemi pas dramatizuar ne si shoqat, domethënë, madje gjoka i ndjes e pas dritë, e ka pas punuar vitin 88-89 me shoqatën tonë të Mileshit edhe është një tregim i jashtëzakonshëm ai në fakt. Po, me sa duket, regjisori i ka ndryshuar, në qoftë se është ai, se s'mund, po i ka ndryshuar këtë titullin. Dhe kam dëgjuar që aty luan në atë kohë ka qenë ai fëmin, mund t'jetë rritur tashti, por një çun nga Joni, nga Tuzi këtu. Edhe kam shumë dëshirë ta shoh me syrin tim, domethënë syrin regjizorial edhe gjithsesi kam dëgjuar opinione të ndryshme sa i takon atij filmit. Kur them të ndryshme, ka pasur qasje kritike, po ka pasur edhe qasje të mirë. Dhe kjo më ka bërë pak si thuash më shumë kureshtar që ta shoh. Dua ta shoh diku edhe me do të them mendimin tim, nuk do të thotë se mendimi im është më i mirë e kështu, po thjesht do ta shoh me syrin regjizorial. Atëherë, edhe për së fundmi, një mesazh inkurajues për të rinj që kanë prirje në këtë fushë, pra në fushën e teatrit, megjithatë u mungon guximi për të filluar. Cili do të ishte? Faleminderit. Shikoni, mua më kujtohet kur kam filluar studimet, edhe gjatë studimeve, se si thuash më janë hapur vizionet, se si kam qenë para studimeve dhe si pas studimeve. Kjo është e para, që kjo, si thuash, mesazhi i parë për të rinjtë është që mësoni, studioni, nuk mbarohet shkolla me këto. Ky se mbaron shkollën, po të kishte qenë kështu, do kishin pikur gjitha shkollat, edhe do mbaronin njerëzit shkollat me celulare me këto. Shkolla ka një traditë, shkollat kështu. Kjo është e para. E dyta, unë mund të them lirisht se një respekt i veçantë për të gjitha shkollat ku do që ndodhen, qofshin Shkodër, Prishtinë, Shkup, ku janë këtu në Malzi, po mua më duket se Tirana është krejt e veçantë. Unë kam mësuar shumë nga ata njerëz, jo vetëm nga profesorët, po edhe nga njerëzit që i kam dëgjuar rrugës duke shu. Kështu që kjo është e dyta që do të them. Pra, të studiojnë, dhe e dyta të rinjt, gjithmonë po flasim për të rinjt, dhe e dyta mundësisht të studiojnë në Tiranë, të shkollohen në Tiranë. Kështu që mesazhi im për ta është të studiojnë, mundësisht në Tiranë, dhe mundësisht sa më shumë shkollat që kanë lidhje me kulturën, me artin përgjithësi, qoftë me dramën, me teatrin, me filmin, me kështu. Unë e di se nuk është e kollajt në momentin që mbarohet kjo shkollë. Nuk është e kollajt që të punësohesh e kështu. E di, po fundit nuk është çdo gjë materiale. Ka diçka dhe shpirtore që është përtej materiales. Edhe besoj se do vi momenti kur edhe ne do të integrohemi, do të futemi në këtë pjesën, në këtë vorbullën, si thua, të ngjarjeve pozitive, edhe besoj se jemi gati për të futur në Bashkimin Evropian dhe do ndryshojnë gjëra. Kështu që apel tek të rinjt e të rejat që të studiojnë sa më shumë, e sidomos në përgjithësi për artin. Atëherë, zoti Gjoka, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë që zhvilluam së bashku, duke ju uruar dhe suksese në të gjitha angazhimet tuaja në fushën e artit dhe të kulturës. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe shfrytëzoj rastin përshëndes edhe një herë të gjithë teleshikuesit tuaj. Falenderit. Shikues të nderuar, ju falenderojmë edhe ju për vëmendjen dhe së bashku ritakohemi në intervistat e radhës. Bashkë mirupafshim.